Një pyetje që është shumë e drejtë për drejtë dhe unë duhem përgjigje të hapur. Zonja Mereme, e keni dashur doktorin si figurë apo jo? Po, do ma thua shumë dëshmërisht. Tani ti nuk je as kryetar Partisë Demokratike, gjithë ai do rizidet pas nesër, edhe pas dekes ai do jetë kryetar i partisë. Ti je sigurt për këtë punë? Bile e di kur mund të zgjidhemi ne? Inshallah ka jetën e gjatë, por ai edhe ne jeta e shkurtër është për gjithë, për mua, për ju, për doktorin, po edhe kur të vem ne atje, u kam thënë unë shpesh në studio, ai do na dalë, në këtë parti do na pres. Do jetë atje, ti mund t'ja marrësh atje, vetëm me mundësi mund t'jetë, që atje t'ja marrësh, po t'i mbushet mendja, se këtu, në këtë botë, aroje. Unë po luftoj dhe mendoj që do t'ja marrë këtu. Jo, do t'i pyes edhe për këtë, po ta them kështu në mënyrë figurative, që vështirë shumë që ti marrësh doktorit Partinë Demokratike. Po i ka marrë Partinë Demokratike, i ka marrë ditët që i kanë mbetur, e kupton? Nuk besoj dot në këtë gjë. Dhe tani, kështu e kam njohur unë gjithë me doktorin dhe mendonim që ky do të rregullon të Shqipërinë tani dhe rregulloi siç është të Shqipëri që kemi tani është Shqipëri e doktorit. Edhe kush ishte tjetër Fatosnanu ato kohë të gjithë, po Fatosnanu e mbylli ca kohë për Tepelen e kështu. Pastaj erdhi Sollën e Diramën, erdhi ai e gjithë, dhe tani dy këta qeverisin vendin. Nuk ka rëndësi, njëri majtas tjetri djathtas një lloj janë. Kupton, ti e di mirë këtë punë. Por tani unë kam, ti dukesh një grua zonjë e mençur e gjitha në profesionin që ke, e gjitha këta doktor të pasur që ka PD-ja, ju jeni me varfra, doktor me vila shumë, me makinat të shtrenta, me biznese. Nëse ju banonin fushkruj tani dhe bëni rrugën vajtë herë dhe çdo ditë, si ka mundësi tani që ti të kërkosh të marrësh këtë pasurit të madhe që kanë këta partinë, si mund ta marrësh ti dhe ta kesh ti këtë në tërë këta doktor të pasur. Si të shkrepi kjo, është guxim shumë i madh. Njerëzit mendojnë... Ta mendja që s'do të linin këta, fare. Jo, fare. As nuk kam frikë madje, po garantoj një gjë për opinionin publik, për gjithë kolegët e minë që sot, për miq, shok, komunitet, qarkëdur, sikur që më njeh që nëse do të ishe garë e ndershme, dhe nëse do ishte unë dhe Zoti Berisha në garë, jam i sigurt që do fitosha numrin më të madh votave, do t'i fitosha vetë dhe Berisha do dilte me një humbje shumë katastrofike ndaj meje. Po të bëj numrimi. Po të bësh numrimi. Flas që të lexohet çfarë është me mesela dhe çfarë është. Që doktorin e mund. Patjetër. Si ka mundsi? Pse thua ti? Pse e mund? Po njerëzit. Ka ndodhur me gjithë të doktor. Shohim ne këtu, nxirreni aty doktorin, ja. Ka ndodhur me gjithë të doktor. Mendoj që unë kam shpreh dhe ditën e parë nga selia Partisë Demokratike që për doktorin kam respekt si koleg. Si koleg. Aty mbyllet gjithçka. Besoj me respektin më të madh e kam mbyll gjithë ciklin e karrierës, të historisë. Madje unë kisha menduar që unë do isha kandidatja më potenciale aty, pa asnjë lloj impakti negativ në të gjitha aspektet e jetës që i duhet këtij vendi, gjithë diplomacive të huaja, ati halexhiut, ati ndërtuesit, arsimtarit, doktorit, infermierit, gjithë kujt, dhe mendoj që unë do të kisha mendu edhe për ta lanë si një ndër liderat historik të PD-s, dhe do ishte kjo... Lider historik mbeti ai Vla Lulin ca kohë. Po, shiko, edhe ty po të pranonte ai si kandidate, ai atë tretimin do ta bënte ai. Ti do ishe... Jo, unë hyra për të kandidu, për të drejtu unë Partinë Demokratike, për të bashku të gjithë të rritë të rejat, gjithë njerëzit e ndershëm. Zonja Mereme, ti mendon që doktori ka humbur vota, thote? Edhe për të gjetur... Ne do të shikojmë nëse këto pretendojnë që do bëjnë referendum, por ajo është i paligjshëm dhe mendoj që gjykata do vendosi sipas ligjit konform gjithë standardeve dhe gjithçka do jetë nul. Dhe madje kam një thirrje për gjithë opinionin mediatik që të insistojnë që çdo votë të numërohet ashtu siç hidhet dhe do shikojmë se sa vota do mori doktori. Njerëzit ju ka shku aty ku nuk mban asgjë tjetër me hallë, me problematika. Njerëzit e Partisë Demokratike. Unë po flas për Partinë Demokratike. Por është dëm shumë i madh edhe për popullin shqiptar, se duke nejtë Berisha me ato opozitë,
edhe shumë problematika ka edhe Amerika, e gjithë bota. Nuk po themi që në gjithë botën europiane, gjithë shka perfekt, problematika ka... Ky sistem ka problemet të rëndësishme tani. Por, problematikat më të ndaja janë për shkak të opozitës. Pra, interesant është, do më thënë është një guxim shumë i madh me thënë drejtën, se ju, tani mua po më shpjegoni dhe unë jam i bindur që ju e njihni Partinë Demokratike. Po atëherë pse mban doktori kaq fort të partisë pastaj? Pse e shtrëngon kaq fort? Pse i duhet kjo gjë? Se ti thua që ai nuk ka, ai humb aty. Saliani thotë të njëjtën gjë. Atëherë pse e mban ky njeri këtë? Pse i duhet apo ka hallet tjera thua? Mendoj që ka hallet e veta. Unë nuk hy tek pjesa e njerëzve që madje do të kisha një thirrje për parlamentin, që parlamentit miratonte një ligj. Është shumë e ullët që një gjojnë parlament dhe qoftë të maj, qoftë të djathtë, merren me familjarët, me motrat, me vlezin, me fëmijët. Ato të flasin vetëm për figurën e deputetit aty në parlament. Do ishte një risi për parlamentin shqiptar, të jepshin dhe një shembull. Njerëzit kanë problematika nga më të ndryshme. Do ishte shumë mirë që ato të flasin vetëm për zonjën Mereme, për zotin Ylli, për zotin Berisha. Ato hapin libra dhe dashje pa dashje krijojnë impakt. Mendoj që ndikon dhe ndjenjën shëndetësore të fëmijëve, të grave, të burrave, është shumë e shumtut. Mendoj unë, gjithmonë. Tani, kur do me thënë ju dorëzuat dokumentat si gjithë tjetë, ku i dorëzove dokumentat të zonja Mereme? Unë u paraqita në recepcion, u përshëndeta me recepcionistin, aty gjeta dhe gjithë gazetarët i përshëndeta, dhe pyeta recepcionistin ku janë këto antarët e KKO-s. Nuk janë asnjë. Antarët e kujt? E KKO-s që do dorëzosha dokumentat. KKO quhet komisioni. Komisioni, po, i kualifikimit. Dhe nuk janë të asnjë. Dhe shumë kam marrë të dorëzoj dosjen tash, po kandidoj për kryetar. Hajde nesër, tha se nuk janë asnjë sot. Më fal tash, çfarë pozicioni keni ju këtu? Se është afati sot tash. Çishte? Nuk këtu tha nuk ka njerëz. Nuk ka asnjë, hajde nesër ta sjellësh. Nesër do të thoshin që kaloj afati. Patjetër. Dhe u futa aty ku kisha dorëzuar më parë dokumentat e primareve. Hyra por e pash që ato u ndjen shumë në siklet dhe dil një zëdhënëse, dil një tjetër. Si jeni, aty ishte dhe ish kryetari PD si Kryes Agron Loka, ishte dhe djali Ylli Minarollit. Një tjetër madje. Vili Minarollit thuaj. Pa? Vili, si e the Ylli Minarollit. Djali. Djali, Ylli e ka i? Ervin. Ervin Minarollit, po. Ky është paty në parti? Po. Tash ka marrë të dorëzoj dosjen. Me trashëgimi është. Ka marrë të dorëzoj dosjen tash dhe ku do ta dorëzoj se mendova që është një komision i posaçëm që të bësh edhe inventarizimin e dokumentat me mendova që aty kishte komision. Tash përderisa hapet një garë, mendoj do jetë një komision për të pritur kandidatët. Demokraci, unë flas gjithmonë për demokracinë. I pash që ato po shtrëngoshin njëri me tjetrin, jo. Ajo zëdhënësja ju bërtiti, tha, si ndodh kjo të vinë mediat këtu e nuk ka njerëz nga ne për të pritë kandidatët. Okej, tha, ajo lëre ke recepcioni. Tash më falë, ju bëj nga një foto njërë, ju thash se mos më hum dosja dhe ju mora dhe emrat shënim, më përcollën dhe ke recepcioni. Aty ishin dhe gazetarë. Takim tjetër jo. Po Flamuri, me Flamurin tani, një minut, me Flamurin kontaktuat ju? Fare. Unë Flamurin e njoh prej kohësh, mirëmëngjes, mirëmbrëma, biseda vetëm në telefon, kaq, as se kam takuar aty, as një muhabet, as gjë. Kjo është e gjithë mënyra e dorëzimit. Kjo është mënyra që ti dorëzoj dokumentat. 24 orë isha shumë okej, mas 24 orëshit. Po pastaj çfarë thanë këta? Mendoj që skualifikimi ishte shumë arbitrar, mendoj. Po ju tani një minut. Flamuri doli dhe tha, përveç zonjës Mereme Sela, njëri tjetër nuk pranohet nga këta. Ja. Po tani ku ke dalë me, apo është montim kjo? Është montim se besoj ma shikoni fytyrën, çfarë fytyre kam. Është me këtë inteligjencë artificiale. Mund të afrojnë në kameraman dhe të ma shikojnë fytyrën nga afër. Është me inteligjencën tani, bëjnë të gjitha kështu. Patjetër. Dhe fjalimet të doktori kanë ngritur institucion të rëndësishme aty. Një zyrë të rëndësishme për inteligjencën artificiale të gjitha dhe edhe do t'i bëjnë dhe fjalimet me inteligjencë dhe të gjitha dhe gjithë shka aty do regulohet shumë.
Tani ke edhe Flamuri, për shumë, do mbaj fjalimet nivelli shumë të lartë. Se ja futë asaj Gjivitisë dhe ajo i nxjerr të gjitha. Çfarë të duash? Të bën që ti jesh tani ti jesh intelektuali çfarë niveli do. Do intelektuali nivelit të Donald Trumpit, bëhesh aq. Do i Sorosit, bëhesh si Sorosi. Do çfarë duash? Mjafton fut element të njëjtit dhe tjetrit dhe pranohet. Doktori nuk di ma do ta përdorë se ai shkon në një tjetër se doktori ka të vetin. Kaçurelat e mi, në fakt, ja këshin vendosur edhe zotit Rama edhe zotit Berisha. Ja këshin vendosur? Po. Po pse? Madje për popullin, ato që përdorin rrjetet sociale, mendoj që ju ka impakt në shëndet. Mendoj që populli ka halle shumë të mëdhaja për minimumin jetik, për shërbimin shëndetësor, për arsimin për fëmijët. Mendoj që Facebooku nuk i sjell asnjë të mirë. Kjo vlen për intelektual, për punëtor, për të gjithë. Në fillim ju pranuan dhe pastaj refuzuan. Po, çfarë mendoni se ka ndodhur tani aty? Se të pyeta fillimin, por nuk më përgjigje. Atëherë... Ndoshta doktori s'ka ditur gjetu ati, se ishte në Bruksel, se doktori ka të drejtë tani shkon në Bruksel dhe flet aty gjatë. Tani, doktori thua ati, s'ka ditur gje apo si? Kjo është foto me inteligjencë? Kandidatura ime mendoj që... prandaj u thash dhe kameramanëve që ta afrojnë kamerën nga... Afroni dhe afroni zonjën Mereme, cila nuk ka lidhje me këtë zonjë këtu, e kanë bërë kështu tani këtë, e kanë bërë për interesa ja. Janë dy njerëz krejt ndryshëm tani. Po kështu, edhe kështu ju është dashur, ta ndërtojnë kështu, bilet të afrojnë pak. Megjithatë kam respekt dhe për... Jeni dhe doktor të afrojnë pak edhe në... Do më thënë kanë Sali Berisha, që të thonë Sali Berisha, po femër në këtë rast që do më thënë të marë partin. Ka ndash të apin me qëllim, po zonja Mereme është zonjë vërtetore, nuk ka lidhje me këtë. Iqeni këtë lloj fotografie, mos e përdor ato. Mendoj që thjesht ato i ka tremb frika për gjithë impaktin, ato kanë marrë informacionet e dura, më njofin, zoti Berisha, zonja Vokshi, më njofin... Me zonjën Vokshi njifesh? Jo, vetëm në këto forumet... Kjo është nga qendrestare e madhe e partisë e gjitha. Ka qëndruar shumë fort. Ato kanë qëndru, po mendoj vetëm frika ime i ka tremb dhe kanë vendosur mas 24 orësh të më skualifikojnë. Do me thënë nga frikë, do me thënë ato komenduar që ti e këput doktorin dhe për këtë shkak ke ikur thotë? Unë mendoj që thjesht kanë mendu që kjo do marri vota, do bëhet kjo kryetare e Partisë Demokratike të Shqipërisë. Unë kam ide të reja, kaq. Të vjetrit kanë marru punë. Çfarë kanë pas përdorur, i kanë dhënë frutet.